Artan Hoxha, gazetari investigativ i njohur për zbardhjen e rasteve të krimit dhe korrupsionit në Shqipëri, u ndal mëngjesin e sotëm në sportelin e kontrollit të pasaportave në pikën kufitare të Kakavijës. Autoritetet greke i komunikuan se është shpadhur non grata dhe se hyrja në territorin e Greqisë ndalohet përjetësisht. Në dokumentin e dorëzuar nga policia helene, Hoxha përshkruhet si person i padëshiruar dhe konsiderohet i rrezikshëm për rendin publik, sigurinë e brendshme, shëndetin publik ose marrëdhëniet ndërkombëtare, të njohur se më shumë shteteve të Bashkimit Evropian. Gazetarit ju mor pasaporta dhe ju vendos një kryq në vulën hyrëse, ndërsa u mbajt për rreth një orë në ambientet e policisë greke për verifikimet mëtejshme. Ngjarja ka shkaktuar reagime në komunitetin mediatik shqiptar, ku Hoxha njihet për investigimet e tij të thella në fushën e krimit të organizuar dhe korrupsionit të lartë në vend. Sipas burimeve diplomatike, ky vendim duhet të jetë një mas paraprake e Greqisë për arsye sigurie dhe nuk ka lidhje të drejtpërdrejtë me aktivitetin e tij gazetaresk, por për perceptimin e rrezikut për rendin publik në vendin helen. Ky është një lajm i rëndësishëm për gazetarët investigativ dhe marrëdhëniet shqiptaro-greke, duke shtuar debatet mbi lirinë e medias dhe të drejtën e qarkullimit ndërkombëtar për profesionistët e informimit.